dhe për ata besimtar dhe për ata njerëz që kanë zemër të gjallë dhe që kanë mendje të shëndosh dhe që logjikojnë ashtu si duhet, me të vërtetë këto argumente janë të mjaftueshme që mos ta vonojnë pendimin e tyre, sepse jetës nuk i dihet, sot je, nesër nuk je. Në këtë moment je gjallë, pas disa orëve, pas disa çasteve mund të jesh i sëmur, e pas disa orëve tjera mund të vdesësh, madje vdekja mund të jetë edhe më afër se kaq. Sa e sa njerëz në krejt botën, në krejt rruzullit toksor, në këtë moment janë gjallë, mirë po pas një ore do të vdesin. Sa e sa njerëz, nuk dihet se kush janë ata, mirë po ne jemi të sigurt në bazë të statistikave ditore, javore dhe mujore, se pas një ore do të vdesin qindra mijëra njerëz mbi rruzullin toksor. Ata nuk e dinin se do t'ju vdi vdekja. Ata nuk e din ndoshta se do t'ju vi vdekja. Shumë prej tyre ndoshta tash janë duke buzëqeshur. Shumë prej tyre nuk e din se ku do të dalin në rrugë, do të rrezikohen, se disa prej tyre do t'i shkel automobili, disa të tjerë do të bëjnë ndeshje, të tretët do të vriten, të katërtët do t'i godas një sëmundje e papritur, të pestët do të vdesin për ndonjë shkak tjetër e kështu me radhë. Nuk e dinin ata, mirë po erdh vdekja. Andaj ai që ka zemër të gjallë dhe të shëndosh e kupton rrezikun e kësaj çështjeje. E kupton se kjo çështje është shumë serioze. Nuk është çështje e thjeshtë, sepse udhtimi i vdekjes është një drejtim. Bileta që e merr për në ahiret është një drejtim, nuk ka kthim prapa. Andaj në momentin që besimtarit, në momentin që njeriut i vjen përkujtuesi nga Allahu i lartësuar dhe i vin dhe i transmetohen fjalët e Allahut të lartësuar, ai nuk guxon që ta vonoj pendimin, as se si, nuk guxon që ta vonoj pendimin, sepse nuk do të ketë arsye para Allahut të lartësuar kur të del para tij e t'i thoj: o robim, a nuk të dërgova pejgamber? A nuk të zbrita libër, ta lexosh udhëzim? A nuk të dhash 40, 50, 60 vjet të jetosh, të kesh kohë sa të duash për të menduar dhe për t'ju kthyer Allahut subhanahu wa taala? A nuk e patë tërë kohë në dispozicion, tërë këtë kohë? A nuk t'i lehtësova mundësit për të mësuar fen time? A pak libra kishe para vetes? A nuk kishe mundësi që në përmjet mediumeve të mësosh për fen time? A nuk kishe mundësi që në internet të lexosh fjalët e mia dhe porosit dhe udhëzimet e mia? A nuk i kishe gjitha këto mundësi? Po, do thuash, o Zoti, kisha këto mundësi. Mirë po, nëse nuk je penduar në atë çast, kjo do të jetë dëshprimi më i madh që e ke përjetuar ndonjëherë në jetën tënde. Dëshprim edhe më i madh se ta humbish pasurinë, se ta humbish familjen dhe çdo gjë që e ke mbi rrezullin toksor. Ai dëshprim do të jetë edhe më i madh, sepse do të shfaqet vendi ku e ke. Nëse e për atyre që do të dënohen, do të shfaqet vendi i tmerrshëm i dënimit dhe do të shohësh para vetes. Mirë po, nuk do të kesh mundësi të ikësh. Allahu na ruajt nga një gjendje e tillë dhe na bëft për atyre që do të shohën vendin e bukur të shpërblimit dhe kënaqësitë e xhenetit dhe do ta përshpejtojnë pra arritjen për atje dhe do të kenë dëshirë që sa më shpejt të bëhet kiameti e të futen në xhenetin e Allahut të lartësuar, sepse dije se Allahu i lartësuar ka krijuar për çdo njeri vend në xhenet dhe vend në xhehenem. Mbas të veprave të tij do të futet ose këtu ose aty. Dhe në momentin e vdekjes, njeriu do t'i shfaqen të dy vendet. Në momentin e vdekjes do t'i thuhet: o robim, sikur të bëje, nëse është vepër mirë, do t'i thuhet sikur të bëje vepra të këqija, do të futesh në këtë vend të keq në xhehenem dhe do t'i shfaqet. Do ta shoh. Mirë po, do t'i thoj: ti ke bërë vepra të mira, ti ishe i mirë, u pendove, u ktheve tek unë, andaj ja ku e ke këtë vend në xhenet,
dhe do t'i shfaqet para ti vendin xhenet, dhe do t'a shoh dhe do t'gëzohet. Dhe e kundërta, nëse është vepër keq, do t'i shfaqet njëherë vendi i mirë në xhenet dhe do t'i thuhet: o robi im, si kur t'kishe bërë veprat mira si duhet dhe si kërkoja unë prej teje, do t'i kishe këto kënaqësi. Dhe mund t'a paramendoni se çfarë kënaqësish. Nëse në këtë botë ka vende aq të bukura, sa që na mahnitin dhe na e shtojnë dëshirën në veten tonë për t'i vizituar ato, paramendoni se si mund t'jetë xheneti. Do t'i shfaqen këto bukuri, mirë po do t'i thuhet: mirë po ti ishe i keq, ti e mohove Zotin tënd, ti e kundërshtove atë, ti madje i sulmove dhe i luftove robrit e ti të devotshëm, andaj këtë vend të mirë nuk e meritove. Për këtë shkak, ja ku e ke vendin e keq, vendin e dënimit, dhe atëherë do t'i shfaqet para vetes xhenemi. Allahu na ruajt prej tij.